Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në aktualitet për t'u ndalur ditën e sotme tek gjeopolitika. Do ndalemi tek zhvillimet e fundit ku presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se pas arritjes së paqes mes Hamasit dhe Izraelit, tani dëshiron të përshëndrohet pra tek Rusia dhe lufta e saj kundër Ukrainës. E ndjekim insertin dhe rikthehemi. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha të hënën se pas arritjes së paqes Hamas-Izrael tani dëshiron të përshëndrohet te Rusia dhe lufta e saj kundër Ukrainës. Një rënpushim i mundshëm për Ukrainën dhe hapat e mëtejshëm ka të nxjerrë të diskutohen në një takim midis Volodymyr Zelenskit dhe presidenti Trump të premte në Washington, siç u konfirmua nga presidenti i Ukrainës. Mendoj se duhet diskutojmë renditjen e hapave që dua t'i propozoj presidenti Trump, u tha Zelenski gazetarëve. Duke u drejtuar parlamentit izraelit ditën e djeshme, Trump tha se përpjekjet e tij për paqe nuk kanë përfunduar ende dhe se më pas ai dëshiron që Rusia t'i ia fund luftës së saj kundër Ukrainës. Do të ishte shumë mirë nëse do të mund të bënim një marrëveshje paqe me Iranin, por së pari duhet të përqendrohemi te Rusia, tha Trump në fjalimin e tij. Trump është përpjekur të ndërmjetësojë një marrëveshje rënpushimi midis Rusisë dhe Ukrainës për muaj të tërë, por përpjekjet e tij mbeten të bllokuara me Kremlinin, që ka hedhur poshtë idenë e negociatave të drejtë për drejta me Zelenskin dhe me pjesëmarrjen e Trump si ndërmjetës. Edhe Hamasi tregon zyrtarësi në arritjen e marrëveshjeve, por jo Putin, tha Zelenski. Zyrtarët e Moskës kanë refuzuar vazhdimisht të marrin pjesë në çdo negociat me udhëheqësin e Ukrainës, duke rënë dakord vetëm për një takim kokë me kokë midis Trump dhe Vladimir Putin në Alaska në muajin gusht, kur arrihet paqja për një pjesë të botës që sjell më shumë shpresë për paqe në rajone të tjera ku jeta është ende në kërcënim, tha më tej Zelenski. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi dhe për mua. Zoti Elezi, për ta nisur me insertin që sapo dëgjuam së bashku, pra ashtu si e thash, pas nënshkrimit të paqes mes Izraelit dhe Hamasit, presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se tashmë para do të përqendrohet tek Rusia dhe lufta në Ukrainë. Por pyetja ndërkaq lind se a do të arrit Trump të ndalë luftën në Europë apo do të përfundojë në përplasjen e radhës pra me Kremlinin? E nderuar, siç kemi thënë edhe në analizat e pashme, Trump është në rrugën e duhur të tij. Si një lider ka promovuar dhe ka artikuluar paqen, paqe që është arritur edhe përmes forcës e pamundur për ti dhe deri tash ka një bilanc pozitiv për sa përket rezultateve të arritura. Kemi parasysh 6-7 konflikte tash kanë përfunduar për shkak të ndryrjes dhe të Trump, i cili ka marrë një format e një lideri global për sa i përket paqes, por në rastin konkret pas arritjes së paqes, paktën të deklaruar në rastin e konfliktit Hamas-Izrael, e ka rrallën ajo konflikti më i vështirë Rusi-Ukrainë, i cili Trump me gjithë përpjekjet dhe angazhimin e tij edhe drejt për drejt, përfshi edhe takimin e Alaskës apo edhe përmes mediatorëve të ndryshme, ka qenë e pamundur arritja e paqes për shkak specifikave që i ka një rajon. Është një nyje gjeopolitike shumë e rëndësishme për plas interesa midis fuqive të mëdha dhe si e tillë ka pamundsuar arritjen e kësaj pushimin e këtij konflikti, arritjen e marrëveshje për shkak të divergjencë që kanë palët jo vetëm të luftuese midis Rusisë dhe Ukrainës, por edhe ato që janë pas saj, BE-ja, SBA-ja dhe aktorë të tjerë, të cilët në këtë rajon interferojnë këto interesa dhe si ti pra aq kohë sa që divergjencat janë, dhe dan lipset të shëshohen këto lloj mosmarrëveshje dhe konsiderohen interesat e palëve, sepse për Rusinë është një interes kombëtar në garancia në kufit perëndimor të saj dhe sidomos kjo pjesa e Ukrainës, të cilët tashmë e ka pushtuar dhe nuk mund të lëshoj prej këtyre pozicione tashmë të arrira, por ka qenë e hapur dhe Trump nga ana tjetër dhe vlerëson këtë, duke thënë që takimi do të jetë me atë që është kryesori faktor në këtë arritjen e marrëveshjes Rusia, sepse e di që pa SBA-n, pa BE-n, Ukraina nuk mund të jetë një faktor i cili mund të arrijë dhe të japë vull përfundimtare arritjes së paqes. Por Trump do të investohet më së shumti në arritjen e kësaj marrëveshje dhe kësaj paqe dhe ka investuar edhe kredencialet e tij personale dhe mendoj që do të jetë presidenti i parë në historinë e SBA-s dhe të botës, i cili ka një bilanc pozitiv dhe mund të jetë edhe meritor për sa i përket marrjes edhe çmimit Nobel nëse do të përfundojë ky konflikt, i cili ka vështirësitë e veta për shkak të asaj që Rusia dhe
po themi Rusia dhe pjesa tjetër e perëndimit kanë divergjenca për sa i përket çështjes që kanë ndaj njëri tjetrit raportet qofshin midis aleancave, po edhe për sa i përket çështjeve të sigurisë dhe jo vetëm, kupton? E qartë, por zoti Lezi, nga ana tjetër presidenti i Ukrainës ka shprehur gjithashtu mirënjohje ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump pra për vendosmërinë e tij në arritjen e paqes në lindjen e mesme, por në të njëjtën frymë ai goditi gjithashtu edhe presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se edhe Hamasi tregoi zgjuar si në arritjen e marrëveshjeve, por jo Putin, dhe ndërkohë kemi Moskën nga ana tjetër pra e cila mbetet e mbyllur për dialog, duke pranuar vetëm një takim që ka zhvilluar kokë më kokë pra në Alaska në gusht. Ju si e shihni, apo përgatitet tashmë një duel historik pra midis Trump edhe Putin që mund të përcaktojë dhe fatin e luftës në Ukrainë? Absolutisht po, mënyra dhe gjua diplomatike që përdor presidenti Zelenski është në funksion të agentës tij, se ndjen edhe veten të pafuqishme për arritjen e një rezultati konkret për shkak të zhvillimeve në terren dhe për shkak të pafuqisë së tij për t'i dhënë fund kësaj lufte, duke përcaktuar, duke etiketuar Rusinë si shkaktari kryesor dhe asociuar atë me Hamasin, në kuptimin e një lloj paralele, po çdo si krahasim, por e bën në mënyrë qëllimore në gjuhë diplomatike presidenti Zelenski për të sjellë situatën e aletit para perëndimorëve dhe SBA-s për vendosmërinë që kërkohet arrihet sa më parë të bindet Putin, si kundër u bindet edhe Hamasi për të ulur në tryezën e bisedimit. Por krahasimet se dojnë pavarësisht mënyrës se si artikulohet në gjuhën diplomatike, sepse kjo është një më tepër një terren gjeostrategjik që nuk mund të zgjidhet thjesht vetëm përmes komunikimeve diplomatike, por do merren në konsideratë edhe interesat e fuqive kryesore. Rusisë në plan të parë për ata që kërkon dhe që në mënyrë të vazhdueshme i ka qëndruar asaj, po sikundër edhe perëndimi, dhe kur flasim perëndimi më së shumti SBA-ja dhe më pak BE-ja, se BE-ja ka shfaqur brësinë e saj në përballimin e këtyre sfidave dhe kryesore në zgjidhjen e këtij konflikti është SBA-ja, dhe mendoj që për ata është artikuluar më së shumti një duel, një takim i formatit liderëve, janë midis dy liderëve kryesor për të dhënë zgjidhje, po themi deri diku të pranueshme një konflikti i cili normalisht do të shkojë drejt këtij skenari, sepse gjithandej bota e trazuar po shkon drejt një paqe dhe ka ngel si vetëm ky konflikt i ndezur, dhe mendoj që Trump dhe Putin do të arrijnë të dakordsohen me njëri tjetrin, por që jo të gjitha palët do të jenë të kënaqura, mund të jetë edhe skenari që edhe vetë Ukraina dhe perëndimi do të përgatiten në mënyrë që të mësohen edhe për të lëshuar nga penda njëri tjetrit, se janë të mëdha dhe interesat gjeostrategjike të këtyre të mëdha aty që përcaktojnë edhe fatin e çdo lloj konflikti, pa asaj si do të jetë orientimi, sepse Trump dhe SBA-ja ka më tepër interes ta marrë të lidhur Rusinë përkundër largimit të tij nga Kina, e cila është kërcënimi kryesor potencial tani po edhe në të ardhmen, dhe si tillë është i detyruar të bëjë koncesione për shkak kësaj çësie gjeostrategjike, duke nënkuptuar edhe koncesione dan pra sa kërkohet nga ana Rusisë në një konflikt më prej 3 vitesh dhe ende nuk është dhënë një zgjidhje. E qartë, zoti Lezi, ndërkaq në fundjavë pritet të ketë një takim vendimtar pra mes dy liderëve në Shtëpinë e Bardhë, por nga ana tjetër kemi edhe burime pranë Kievit, të cilat kanë thënë se do diskutohet një plan 3 palësh për armë pushim me Rusinë, por me Kremlinin që refuzon pra çdo bisedë dhe tensionet të cilat janë vazhdimisht në rritje, a do të jetë vërtet ky takim që do të ndryshojë rrjedhën e luftës? E nderuar, takimet janë të rëndësishme, janë të dobishme dhe aty diskutohen çështjet e ndryshme të palëve ndërluftuese në rastin konkret, dhe zgjidhjet kanë ardhur edhe përmes këtyre takimeve kur edhe lufta është versioni i diplomacisë me mjete të tjera, dhe ai është një formati diplomatik po përmes armëve. Ndërkohë që nuk kanë hezituar dhe nuk kanë rreshtur edhe përpjekjet dhe angazhimet edhe për gjetë gjuhën e përbashkët midis kundërshtarëve, sado qofshin ato, aq më tepër që në këndvështrimin e palës ruse, Ukraina shihet si një vend me histori të përbashkët, me kulturë të përbashkët, me përjetime, dhe ato që i ndajnë më shumë janë pak në raport me ato që i bashkojnë. Dhe ajo shihet si pjesë e botkuptimit slav dhe rus, dhe
Rusia tenton ta marrë në ombrellën e sigurisë dhe të ndikimit të saj këtë zonë dhe për shkak të interesave të gjeostrategjike dhe nuk heziton dhe nuk mendoj që është donë pengesë apo të mos të ulet në tryezën e bisedimit. Absolutisht ajo e ka pranuar Putin dhe Kremlini, por që përkundër kërkesave të saj pa lëkundër, sepse e shef si një zonë me interes të rëndësishëm jo vetëm që strategjik, por edhe të sigurisë së saj kombëtare, e cila është paraparësi e tillë në dokumentat e sigurisë kombëtare të Rusisë. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që takimet janë të dobishme, i shërbejnë edhe në shkëmbimit të pikpamjeve të cilët palët kanë në rastin konkret, të cilët janë të njohura dhe të bëra publike. Por e rëndësishme është që duhet të ndërgjegjësohen edhe për ta pranuar realitetin e qoftë zhvillimeve në terren i cili ngelet i pandryshuar, kemi parasysh pozicionin rus në zonat e pushtuara, e cili nuk ka tërheqje, po e mbat karikuar situatën dhe nuk kërkon të potencojë martese aq dhe mendon që i ka arrit ato objektiva dhe kërkon të imponohet në tryezën e bisedimeve që ndodhin nesër në arritjen e paqes përmes këtij realiteti, për të marrë maksimumin e asaj që i kërkon dhe nga ana tjetër shifet një pozicion i dobët i Ukrainës dhe për ata që dan edhe vetë Zelenskin, i cili nuk ka forcë dhe fuqi për të imponuar, por ja ka derivu këtë kompetencë delegu SBA-s dhe vetë Trump do ta shohë në analizën e interesave gjeostrategjike të vetë SBA-s këtë arritjen e marrëveshjes pavarësisht gjuhës së përdorur, e cila ka pasur oscilacione dhe vetë apo ka qenë qëllimore, sepse përmes saj teston dhe ka qenë konjunkturale. Por interesat e SBA-s janë ato primare të cilët vendosin pavarësisht gjuhës dhe retorikës përdorur, të cilat do të me marrëveshje. Zoti Lezi, duke qenë se Moska ka refuzuar çdo negociat pra me Ukrainën, por nga ana tjetër ka pasur një takim mes Putin edhe Trump në Alaskë. Pse u zgjodh pikërisht Alaska dhe çfarë sinjalesh ka dhënë kjo? A mund të kemi një pazar të fshehtë mes dy superfuqive që nga ana tjetër mund të lënë edhe jashtë loje Kievin? Ndëruar, po të shohim me simbolikën e Alaskës, është produkt, është realitet gjeopolitik i krijuar sipas marrëveshjes kohës midis dy fuqive perëndërake, e cila u shkëmbye dhe e mori SBA-ja përkundër një shkëmbimin të kohës sado simbolik tjetër dhe është një realitet gjeopolitik dhe vendodhja është metaforë dhe semiotike zgjedhur për të dhënë mesazhet e shkëmbimeve gjeopolitike të janë përtej një ndodhi apo një ngjarje, një konflikti në rastin konkret dhe aty janë bisedu, po të kthehemi pas në kohë dhe të përditësojmë informacionin e kontakteve dhe vetë Lavrov, ministri i jashtëm i Federatës Ruse, ka thënë që nuk u diskutua thjesht dhe vetëm çështja e Ukrainës, po dhe çështje të tjera me interes të përbashkët midis dy fuqive, që ato të hapësirës apo të zhvillimit teknologjik e të tjerë, do të thotë që ka shumë më tepër se sa diçka për të ndarë dhe diskutuar, sepse kemi parasysh çfarë përfaqëson, janë dy fuqi bërthamore, janë antarë e Këshillit të Sigurimit dhe di çfarë përfaqëson potencialin e madh ekonomik, atë gjeostrategjik, po atë të bërthamor që ka apo gjeohapësinor që ka Rusia dhe mendoj që këto kanë qenë disa nga çështjet si kundër të tjera dhe në brenda pazarit dhe lojës madhe të skatjerës shahut gjeopolitik janë diskutuar shumë të tjera krahas edhe kjo Ukrainës, e cila don desa të marrë formë një marrëveshje duhet të shifet e lidhura me diskutimet për çështje të tjera të interesit përbashkët, sidomos ato që kanë bënë me veriun, me polin e veriut, Arktikun dhe gjeohapësirën e tjerë të cilët janë pafund, dhe si e tillë SBA-ja ka pranuar një lloj realiteti multipolar në sensin e diskutimit të çështjeve dhe me aktor tjetër të rëndësishëm siç është Rusia dhe s'mund ta neglizhojë atë në trajtimin e tyre në mënyrë që të përballojnë sfidat e përbashkëta të njerëzimit, përkundër edhe atyre të cilët lidhen me përplasjen e interesave gjeopolitike në rajone të caktuara, sepse edhe vetë SBA-ja ka problemet e saj, po të çasti që ka përdorur qoftë ndaj Danimarkës, Grenlandës, qoftë ndaj Meksikës, qoftë ndaj Kanadas apo edhe shtete të caktuara, ndryshimin e emrit të Gjirit të Amerikës dhe kështu me radhë. Janë disa gjëra të cilët palët, sidomos fuqitë e mëdha, kërkojnë që të krijojnë një lloj sovraniteti, të krijojnë një sovranitet të tyre dhe të jenë independent në zgjedhjet e tyre strategjike, sidomos ato që kanë të bëjnë me çështjet ekzistenciale apo të sigurisë së tyre kombëtare dhe nuk pranojnë që t'i futen në punët e tyre të brendshme,
ndërkohë që janë të hapur dhe janë të gatshëm për të ulur në diskutim për çështje që i interesojnë më tjera, të cilët janë sfidat e përbashkëta, qoftë për terrorizmin, krimin e organizuar, ato që përmend hapësirën për Arktikun apo për krimin e bloqeve të përbashkëta në raportet po themi përplasjesh midis fronte të reja të caktuar dhe se e thash unë që shqetësim kryesor për SBA-n sot është Kina, e cila po revizohet dhe po përshfaqet në gjithë dimensionet e saj gjeoekonomik, gjeostrategjik dhe si tillë çdo përpjekje që bën Kina në raport me aleancat e saj ka qenë gjithmonë për të konkretizuar multipolaritetin, sikundër edhe për të ulë performancën dhe sundimin hegemon të SBA-s në të gjithë rajonet. Dhe kjo është çështja e Kinës dhe këtë e di shumë mirë SBA-ja, e di shumë mirë presidenti Trump dhe gjithë përpjekjet e tij kanë qenë pikërisht në një lloj parafri tendence për të afruar Rusin, për ta larguar nga ndikimi rus, po se sa do arrihet kjo, koha ngelet për ta provu, sepse Kina dhe Rusia dhe jo vetëm kanë krijuar dhe aleancat e shteteve të jugut, të cilët janë një kërcënim dhe sfidë për perëndimin, po edhe për SBA-n dhe botën euroatlantike, në gjithë dimensionet e tyre të organizimit dhe të materializimit të këtyre projekteve. E shërzoj Rezi nga ana tjetër, si e keni parë ju dhe në nënshkrimin e paqes pra mes Izraelit dhe Hamasit, dhe a ishte vërtet ky fundi i kësaj lufte edhe çfarë garancish ofrohen? Ndërsa kjo do para është për të përshëndetur për shkak të asaj dëmshmërive të cilët pas një betejë dhanë rezultati tragjik, kemi parasysh bilancin e vdekje rreth 70.000 ka shkuar dhe 100.000 të plagosur, shkatrime e tjera, është për të përshëndetur që doli popujt respektiv dolën të fituar, u arrit armpushimi, u shkëmbyen pengjet dhe ka lënë u testuar faza e parë e kësaj marrëveshje me sukses. Sikundë ngelet për të parë dhe për arritjen e rezultateve konkrete në zbatimi i marrëveshjes në termat konkret të saj, e cila ende nuk janë qartësuar përpalet pozicionin e Hamasit që është shkaku kryesor i shpërthimit të kësaj lufte dhe mbajtjes ndezur saj, çfarë pozicioni do të ketë nesër dhe si do të jetë ardhmja e gjithë popullit të Palestinës. Kemi parasysh kjo erdhi si rrëdhoj edhe një presionit faktorit ndërkombëtar, sidomos të vendeve perëndimore që Franca, Gjermania, Britania, Kanada, të cilët u deklaruan në mbledhjen e OKB-s për ta njoftë shtetin e Palestinës, përkundër një qëndrimi rigjid të SBA-s në mbështetje pa kursye që bëri ndaj Izraelit dhe kryeministit Netanyahu në gjithë fushatën, po themi, bombardimeve apo sulmit që ndodhin në Gaza, cila për hir vërtetës ishte një gjenocid që ka trazuar ndërgjegjen mbarkombëtare dhe përballë kësaj katëror që ndodhi, vetë perëndimi u pa i kompromentuar, qoftë në aspektin moral, politik, njerëzor, po edhe u cënu gjithë drejta ndërkombëtare dhe tashmë përballë kësaj situate ishte detyruar që Trump të investohet në një arritje në armpushimi, ku perëndimi kërkonte çfarë? Kërkonte një qasje autonomisë strategjike të saj në përzgjedhjen dhe në qëndrimin që do marrë ndaj çështjes së sigurisë. Dhe përballë kësaj ishte një frikë e SBA-s, ku përshpejtoi arritjen e kësaj marrëveshje dhe projekti mendoj që do kohën e vet materializohet dhe për të parë se si ai do të zhvillohet. Nëse do të jetë Hamasi pjesë e realitetit nesër, pjesë e infrastrukturës qeverisë, apo do ngelet thjesht një polici lokale dhe si ajo do të çfarë statusi dhe mandati do ketë. Do të kthehet një faktor politik siç është apo do të koha do ta tregoj, po historia e konflikteve midis dy popujve ka qenë e tillë saqë ato është arrit paqja, po asnjëherë nuk ka qenë afatgjat, po të kthehemi pas në gjithë paqet e arritura apo në ato të cilët tashmë janë të njohura, por mendoj që është një paqe dhe një marrëveshje e cila është për të përshëndetur, i rrit kredencialet e Trumpit si një lider, po themi i formatit global si një lider i paqes, e ushton bilancin e arritjes paqes si investitor i saj edhe me këtë konflikt, por që sepse ngeli i ekspozuar në riskun e tij të kompromitimit për shkak të makrabilitetit që prodhoi, gjenocidit të njohur edhe ndërkombëtarisht, por edhe s'kishte rrugë dalje tjetër. Tash do shohim rezultatin se si do të jetë statusi i Gazës, çfarë roli do luajnë shtetet të tjera, qoftë Egjipti, Katari dhe Turqia, apo
tjerë të cilët kanë interesat e tyre në lindjen e mesme dhe si do të konkretizohet ajo. Po mendoj që dane është herët për të folë, është për të përshëndetës si paqe, por nuk mendoj që do të jetë definitive në sensin e asaj. Do të rehabilitohen për një periudhë disa vjeçare plagët e këtij konflikti, rehabilitimin dhe integrimin e palestinezëve në këtë territor. Po si do të jetë ajo e armja e saj, mendoj që ajo do i përkasë palestinezëve, do i përkasë banorëve sendentar të saj dhe çdo përpjekje për ta deviju dhe për ta ndryshuar demografinë edhe përmes make-upeve apo mes marrëveshjeve apo projekteve në mbikëqyrje dhe bordin edhe ndërkombëtar, duke dhënë një status veçantë, mendoj që do të dështoj sepse janë një lindje e mesme në themel të cilës janë gjithë konfliktet karakterit religjioz dhe ideologjik. Dhe kjo e ka treguar që pavarësisht ndërhyrjeve dhe projekteve, për paqen ato kanë qenë të afatshkurtra, sepse radikalizimi ka qenë i menjëshëm. Dhe kemi parasysh një rajon i cili prodhon është një maternitet, po themi në mënyrë metaforike, maternitet i radikalizmit fetar dhe ideologjik, ku në çdo moment ai mund të shpërthejë dhe asnjëherë nuk është nën kontroll, dhe çdo pretendim për të thënë që jep një zgjidhje përfundimtare të kësaj situate e cila ka një gjenezë të hershme, është vështirë për të thënë. Por është për të përshëndetur një paqe dhe për të tregon edhe shkallën e ndërgjegjësimit të dëshmës. Mirë, zoti Lezi, kalojmë tek pjesa e dytë. Ndjekim insertin dhe rikthehemi. Pesur zgjati raportimi i fundit i Altin Dumane në kuvent si kryetarisë SPAK. Ai parashtroi punën e institucioneve për vitin 2024, teksa vlerësoi se arriti goditjen e krimit organizuar në veçantë. Dumani kërkoi nga ligjvënësit zgjedhje se s'do të ndodhë me mandatin e prokurorëve të SPAK. Teksia njoftoi se ai vetë nuk do të rikandidojë më dhe se s'do të jetë pjesë e prokurorisë së posaçme pas 2028-s. Akuzave të opozitës ju përgjigj për të dhe çdo koleg të tij s'ka rëndësi asnjë emër, por vetëm prova. Kur i duhen dhe 2 muaj nga largimi si drejtuesi i SPAK, Altin Dumani raportoi pesor punën e tij dhe kolegëve të tij në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në raportimin e fundit një apel e kishte drejt për drejt për ligjvënësit, kur i foli për çështjen e mandatit 9 vjeçar të prokurorëve të SPAK, ndërsa u dha lajmin se vetë edhe 3 vite do të jetë prokuror i posaçëm. Fillimisht një koment Dumani e kishte mbi shqetësimin për teprinë e masave të arrestit në burg. Vetëm 9.7% të paraburgosurve tha, ai janë të SPAK dhe se problemi duhet parë diku tjetër. Teksa prezantoi sukseset në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Dumani radhiti pastrimin e parave dhe shkeljet në tendera si krimi në rritje dhe në këtë drejtim u ngrit një shqetësim të butetëve. Sipas Dumanit, nga 65.5 milionë euro, 28.7 milionë euro janë sekuestruar, ndërsa 36.7 milionë euro janë konfiskuar. Kreu i SPAK theksoi se gjatë vitit 2024 rritimet kundër pastrimit të parave janë rritur me 34% në raport me vitin 2023, ndërsa në krahasim me vitin 2023 këto procedime janë trefishuar. Altin Dumani evidentoi se 45.8% e pasurive të sekuestruara u përkasin zyrtarëve të lartë. Për veprën penale të korrupsionit, Dumani sqaroi se janë hetuar 33 ish zyrtarë, nga të cilët 19 janë në gjykim dhe 10 të tjerë janë dënuar me formë të prerë. Në lidhje me terrorizmin janë shërtuar 9 çështje, nga të cilat një për financim terrorizmi është dërguar për gjykim. Pjesa tjetër janë hetim para prag. Sa i përket grupeve kriminale shqiptare që veprojnë ndërkombëtarisht, Altin Dumani sqaroi se SPAK ka identifikuar 16 të tilla, duke goditur 10 prej tyre. Këto grupe kriminale shqiptare të angazhuar në trafikun ndërkombëtar të drogës, kryesisht kokainë e kanabis, veprojnë në disa shtete të BE-s, teksa kanë lidhje direkte në vendet e Amerikës Latine. Përgjigjen ia dha të drejtë për drejtë Bylyk Bashi të PD-s, kur e akuzoi për mosveprim për krimet zgjedhore. Mirë, zoti Lezi, si e keni parë ditën e dieshme këtë raportim nga Altin Dumani? Ndërkohë është një përmbushje në detyrimin ligjor, që një përfaqësues i një institucioni të pavarur ka detyrimin për të bërë për transparent raportin vjetor të veprimtarisë së institucionit që përfaqëson, por duke pas parasysh aspektin sensitiv të këtij institucioni për shkak të debatit të madh politik dhe publik cili ka ngërthyer, mendoj që zoti Dumani ka bërë një performancë të kënaqshme, të admirueshme, kemi parasysh trashëgimin e shoqërisë tonë, që nuk kishim mësuar një përballje të institucioneve të pavarura apo të institucioneve drejtësisë me ato subjektet e ligjit. Da kemi parasysh që në objektet të këtij institucioni dhe të ligjit të organizit të saj janë krimi organizuar, korrupsioni i pushtetarëve, i jakave të bardha, të cilët nuk kishte parë në historinë e qeverisë së 30 të saj vjeçare, dhe si i tillë do kishte edhe një konflikt, një përplasje midis përfaqësuesve të këtij institucioni dhe politikës në dy anët e saj,
Dhe mendoj që ka bërë një bilans të performancës së tij vjeçare, kemi parasysh në termat konkrete të arritjes së përpasurisë së sekuestruar të subjekteve të posaçme të ligjit, të Agjencisë Administrimit të Pasuritë të Sekuestruar në termat monetatar dhe material që u përmendën, sikundër edhe me sfidat me cilën përballet ai në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit, bilanci i cilës është, po themi, është i testuar dhe është faktik. Por që kundër për ballafaqohet edhe me sfidat në punën e tij, qoftë të karakterit organizativ, po edhe ato të cilët është një institucion i cili kërkon duhet mbështetje për shkak të edukimit që është bërë, por edhe problemet të cilet të haset, edhe duhet parë edhe në sensin asaj që ne kemi një histori të cilet nuk kemi asnjëherë nuk kemi parë që të gjykohen leadershipet qeverisë dhe të paraqiten pranë sportele dhe pranë tokave me fjalë të përfaqësuesit të organit të akuzës dhe si tillë kjo bën atë diferencën apo atë të cilët ne nuk kemi mësuar dhe ky mit është zhbër. Dhe mendoj që përfaqësuesit e SPAK-ut në rastin konkret të drejtësisë së re, pavarësisht problemeve të tyre apo paraqitjeve që mendon, janë në krahun e duhur të historisë në sensin e saj që po bëjnë një investim patriotik për Shqipërinë, por edhe duhet të bëjnë edhe përpjekjet e tyre ta marketojnë në sensin aq sa lejohet ligjet marketojnë punën e produktit tyre që arrin, në mënyrë që të bëhet sa më transparente, sa më pak parajgjikuese dhe të çdo lloj përpjekje që parajgjikon punën e tyre nga interferimet e politikës në mënyrë që të jenë sa më transparent. Dhe mendoj që kjo është edhe një nga sfidat e tyre. Qartë, por si e keni lexuar ndërkaq çdo të lezi edhe mesazhin e Dumanit ku ka thënë se SPAK pra nuk kishe emrat, por vetëm provat. A mund të jetë kjo realisht pavarësi pra edhe ose ndoshta për të distancuar nga politika dhe nga ana tjetër a mund të themi se SPAK është vërtet jashtë ndikimit politik? E ndëror, normalisht kështu du ta shohim, dan edhe perceptimi, pavarësisht perceptimit, por duke ditë që është një investim i SBA-s dhe i Bashkimit Evropian, si tillë produkti që synohen të arrijnë nga këto njerëz me integritet, duhet të tillë që ato në vendimarrjet e tyre gjatë procesit hetimor, shqyrtimit dhe gjyqësor, qoftë GKO-ja apo edhe vetë organi i akuzës prokurisë posaçme nisen nga provat dhe jo nga emrat. Për të lënë kuptuar që në ushtrimin e detyrës tyre ato nisen nga pavarësia e tyre në vlerësimin e këtyre situatave dhe jo nga emrat, don pavarësisht nivelit hierarkik ato që ndodhen. Dhe kjo është diçka e mirë, në sensin e saj që nuk paraqyjojnë në punën e tyre asnjë nga rastet të cilët janë subjekte dhe objekti i punës së tyre. Në këtë drejtim është për të përshëndetur dhe është një mesazh për t'i thënë çdo kujt që pavarësisht se çfarë është sot në krye të vendit apo deputet ministër apo edhe pozicione të tjera do të kenë një përballje nesër pas nesër me punët e tyre të kryera në këtë vend për të përballë lidhur me çfarë mund t'i ngrihen akuza për sa i përket qeverisë, keqpërdorimit të fondeve apo të cilët sfidat e korrupsionit, të krimit organizuar e tjerë, të cilët janë objekt e punës tyre. Do është diçka që një mesazh që tregon për pavarësinë e tyre dhe këmbguljen dhe si tillë nuk lejon në interferimin këtë nga ana paktën e formale e komunikimit, pavarësisht perceptimit apo paraqyjimit që mund të bën për shkak të interferimeve politike apo ndikimit faktorëve të tjerë. E qartë, por në sytë e publikut, zotë Elezi, si ndikon ndërkaq edhe përplasja mes qeverisë edhe opozitës pra sa i përket edhe perceptimit për pavarësinë e SPAK-ut? Ndëruar kjo nuk i përçan shoqërinë dhe bën të polarizuar në sensin e asaj që don dikush ushqen ndjenjën e paragjykimit dhe një keq perceptimit lidhe me këtë organ që e shef si produkti i mazhorancës e krijuar për të goditur opozitën, ndërkohë që realiteti i punës saj nisur nga rezultatet e produkte që kanë qenë, ka qenë që më së shumti në masa sigurie dhe subjektet procedimit i kanë qenë pjesë e qeverisës. Ndërkohë që nuk janë kursyer dhe liderët të opozitës apo të tjerë të cilët akuzohen për vepra të ndryshme të penale që janë brenda jurisdiksionit të trajtimit të saj gjykate dhe këtij organi. Dhe mendoj që don
përballja apo polarizimi që i bëhet opinionit publik nga dy anë të politikës përkundër anguzave që i ngrihen këtij institucioni nuk ndikon pozitivisht në perceptimin lidhur me të, por mendoj që kjo do varet më së shumti pavarësisht këtyre akuzave, do varet më së shumti nga integriteti i atyre të cilët janë mbarës këtij pushteti dhe ato e përçojnë këtë perceptim dhe përkthejnë me vendimet që marrin, me rezultatet që arrijnë dhe i përmbysin tablon e ngjarjeve dhe perceptimet bazuar mbi atë që ato arrin. Dhe koha do të tregoj, por mendoj që deri më sot ka një histori për t'u përshëndetur pavarësisht problemeve të hacura apo akuzave të ngritura lidhe me paraqitjet apo perceptimet, të cilat do jetë koha e cila do të testoj lidhur me çdo gjë që ka kaluar apo që do të vijojë. Po mendoj që shoqëria shqiptare kishte domosdoshme një strukturë të tillë edhe për të zbërë mitin e paprekshmërisë çdo kujt lidhur me atë që është bërë për gjatë 30 sa vitesh këtë vend dhe bëhet. Për të thënë që nuk keni një mund pavarësisht mandateve të zgjedhura apo edhe të emëruara në keqbesim të qeverisjes të fondeve publike, po edhe të besimit qytetar, të cilët meritojnë më të mirën për këtë vend i cili ka vujtur pasojat e regjimeve komuniste diktatoriale, por edhe pamundësisë për të integruar dhe për të marrë shanset që i afron ky vend, të cilet qeverisja duhet t'i afrojë dhe jo të marrin rrugët e Evropës dhe të botës duke lënë këtë shtrirë, duke lënë këtë vend djerë dhe ku më së shumti ndër shumë kërcënime dhe sfida ngelet edhe ajo demografike, cili është një element edhe i fuqisë kombëtare të një vendi, sepse po shohim përditë që ka probleme demografike, shpopullime të tjera të cilët janë një kërcënim për i të vërtetës, kemi parasysh elemente e fuqisë një shteti, territori, popullsia, ekonomia të tjerë, ku pa popullsi në aspektin demografik, kuptohet gjithë të tjerat janë të kushzuara. E qartë. Mirë, zoti Lezi, pyetja e fundit për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund, a është tashmë koha që SPAK pra të hyjë në fazën e dytë goditjen e korrupsionit të niveleve akoma më të larta, edhe nëse kjo do të shkaktonte krizë politike? E nderuar, po të referohemi asaj që zoti Dumani tha në raportin që ai nuk niset nga emrat, po niset nga provat, është një parim, po themi ligjor dhe kushtetues në udhëtimin e tagrave dhe punës e një organi akuzë dhe organit e drejtësisë që për çdo lloj pretendimi, fakte rrethana të cilët mund dyshohet çdo kush pavarësisht nivelit hierarkik, janë ato provat të cilët ballafaqohen me këto fakte dhe mbi bazën e tyre të bëhet vlerësimi, analizimi dhe vendimarrje. Dhe gjithçka do të shkohet dhe analizohet përmes provave dhe fakteve, përmes provave, të cilët në rast se do të konsiderohen, në rast se do të provohen si të tilla, atëherë nuk do jenë të kursyer asnjë nga target apo subjektet e ligjit. Dhe në këtë drejtim mendoj që janë arritur rezultate, kemi parasysh bilancin e tyre në termat e atyre personazheve të jetës publike dhe politike të cilët sot janë vuajnë në masat sigurisë si persona në hetim apo edhe në gjykim, që janë të nivelit të lartë, po kemi parasysh që askush nuk mund të targetohet për shkak të hierarkisë, po për shkak të provave të cilët asociojnë dhe lidhen emrin e tij me akuzat e ngritura. Dhe në këtë drejtim çdo lloj, po them, asociimi apo për ta instrumentalizuar SPAK-un për goditje në nivelet më të larta, atë mbase edhe mund gjykohet apo perceptohet si një përpjekje për ta instrumentalizuar si pjesë e luftës politike midis aktorëve dhe forcave kryesore. Por që asgjë nuk mund të thuhet me siguri, pra aq kohë sa që gjërat nuk provohen, por akuzat politike dhe ato të bëra publike të përkthehen si akuza të drejtësisë, me fjalë do kohën e vet të provimit dhe maturitetit dhe është një proces i gjatë dhe nëse do kemi një interpretim të tillë çdo akuzë politike të shkojnë në dyert e SPAK-ut e tjera, atëherë do bënte pjesë e politikës. Pjesë e politikës do instrumentalizohet si e tillë dhe kuptohet atëherë mund flitet që këto organe po dalin edhe jashtë misionit për cilin ato janë krijuar mërsvillje, sepse mund vetë në punën e tyre kanë edhe
përmbushin edhe misionin, përmbushin detyrën edhe në mënyrë proaktive, pa dashur që gjërat artikulohen edhe publikisht, po edhe përmes indicjeve të forta, ato mund shkojnë drejt ngritjes së akuzave e tjera, por nuk besoj që në spaku deri tani do të marrë një rol tillë, në sensin asaj që të ketë kryesisht godase pa prova, pa gjëra, leadershipe, apo të bëhet pjesë e instrumentalizimit politik. Por do të jetë brenda kuadrit të tij rregullator, ku mendoj që në detashti ka kaluar të testin e vet, po themi dhe ka hyrë në fazën e maturitetit për ta çuar deri më shumë këtë mision të tij ligjor, kushtetues, patriotik, historik, sepse u përmbysën edhe mitet, u zbë edhe miti i paprekshmërisë, patyshmërisë, por është edhe një sfidë edhe për procesin integrues për hir të vërtetës, sepse Shqipëria tashmë ka kaluar fazën dhe është në fazën e definitive të procesit integrues dhe kuptohet shtylla kryesore e pushtetit, siç është drejtësia me ato problemet e veta, nuk mund të ishte kompatibël apo mund të ishte pranueshme për familjen europiane ku kishte probleme çështjen e drejtësisë, çështjen e pushtetit gjyqësor me gjithë ato problematika që me pronat, me çelimin e lirive të drejta themelore, me korrupsionin, krimin organizuar e tjerë. Mendoj që spaku është një investim dhe kontribut i madh edhe në këtë drejtim për përshpejtimin e këtij procesi, edhe ka marrë edhe vullin e kohës për ish vërtetës me rezultatet e arritura, pavarësisht problemeve. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit, e nderuar edhe për mua kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, ishim me zotin Ardian Lezi, ku ndalem tek geopolitika dhe në pjesën e dytë tek zhvillimet politike në vendin tonë, bashkë do shihemi sërish në aktualitetin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.